SPAK i sekuestron telefonin Ilir Prodës. Xhemal Gjyknushi, drejtori i policisë, duhet të largohet nga detyra menjëherë. Këshilltari për siguri në Partinë Demokratike Xhemal Gjyknushi në një reagim në rrjetet sociale ka kërkuar largimin e drejtorit të policisë së shtetit Ilir Proda pas lajmit se atij është sekuestruar telefoni nga SPAK. Ky është kulmi i degradimit të policisë së kapur nga politika dhe krimi, shkruan Gjyknushi. Ai shton se Proda duhet largohet menjëherë nga detyra edhe pasi ai është denoncuar edhe më herët nga opozita për lidhjet e tij me krimin e organizuar. Ja dhe reagimi i Xhemal Gjyknushit. SPAK i sekuestron telefonin drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit. Ky është kulmi i degradimit të policisë së kapur nga politika dhe krimi. Ilir Proda është emërimi i Edi Ramës i denoncuar prej kohësh nga opozita për lidhje me krimin e organizuar. Sot po dalin në dritë arsyet përse bandat e vendosën në krye të policisë. Ka shqetësim të madh brenda vetë policisë së shtetit, 10 efektiv janë në ankth me dorë në zemër, sepse e din shumë mirë çfarë ka ndodhur, çfarë është folur dhe kush është mbrojtur. Frika sot nuk është tek qytetarët, por brenda uniformës blu. Një drejtues policie në nënhetim nuk mbron rendin, ai e fundos policinë. Proda duhet largohet menjëherë. Edi Rama mban përgjegjësi të plotë për shndrimin e policisë në mburojtje të krimit. Policia është për qytetarët, jo për bandat. Shqipëria nuk do të mbahet peng nga krimi.